Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, më shpëlotit. Të gjithë kemi dëgjuar shpesh në për ligjërata, hutbe apo biseda rreth virtyteve të pejgamberit alayhis salam, rreth sjelljes së tij, rreth marrëdhënieve të tij me njerëzit. Profeti alayhis salam ka qenë njëri i vërtytshëm, njëri me morale, njëri që i gjendej njerëzve, njëri të cilin të gjithë e donin, edhe të gjitha i donte pa përjashtim. Madje në prezantimin që ai bënte me njerëzit ose në takimin që kishte me njerëzit, të gjithë njerëzit që ishin përreth mendonin se ata kishin vlerësimin më maksimal tek pejgamberi alayhis salam. Dhe ndoshta se ishin njerëzit më të dashur tek profeti alayhis salam. Një ngjarje e tillë për shembull na transmeton Amr ibn Asi, ku tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam sillej virtytshëm me moral, me dashuri me njerëzit, përtej asaj se kë donte më tepër, kë donte më shumë. Thot edhe sa për informacion, Amr ibn Asi është nga shokët e pejgamberit alayhis salam që e ka pranuar Islamin në vitin e 8 të hijretit, në vitin e 8 të emigrimit. Do thot që profeti alayhis salam për 13 vite ftoi në Mekë. I ftoi njerëzit të hynin në Islam 13 vite në Mekë. Amri nuk përgjigj, përkundrazi ishte nga kundërshtarët, nga ata që i vendosnin barrierat pejgamberit alayhis salam. Madje ai ka qenë delegacioni në Abisini për të kthyer mbrapsht emigrantët e parë, të cilët ikën nga tortura, dhuna dhe persekutimi i kurajshve për në Abisini si emigrant. Mbas 13 viteve në Mekë, profeti shkon në Medinë, qëndrojnë 7 vite mbas paktit të Hudejbijës, marrëveshjes së Hudejbijës që pati midis pejgamberit dhe kurajshve, në fillesat e vitit të 8, Amr ibn Asi dhe Khalid ibn Walidi pranojnë Islamin. Pra është shumë i vonshëm krahasim me shokët e tjerë pejgamberit alayhis salam. Megjithatë, Amri tregon, thot sa herë që shikoja profetin alayhis salam, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, shikoja tek ai një lloj buzëqeshje, një lloj dashamirësie, një lloj simpatie për mua. Aq sa fillova të mendoj se ndoshta jam për pejgamberin alayhis salam njeriu më i dashur. Pra sa herë që më shikonte, më jepte të kuptoje që ai kishte një vlerësim teje të madh për mua dhe se unë kisha një vend teje të lartë tek ai si person. Dhe kjo lloj ndjesie nuk më la, por gjithmonë më ngacmonte, sa që një ditë prej ditësh e pyeta dhe doja ta shuaja këtë lloj kureshtje. Pra Amr ibn As donte të shuante këtë kureshtje, me shpresën se ndoshta kjo sjellje ishte për faktin se mund të ishte njeriu më i dashur dhe normalisht që të jesh nga njerëzit më të dashur tek pejgamberi alayhis salam, kjo është një vlerësim teje i madh. Shkova tek profeti thot dhe e pyeta i thash: "O i dërguari i Allahut, kush është njeriu më i dashur për ty?" Më tha Aisha. Këtu ka edhe diçka. Profeti alayhis salam nuk pati turp, nuk nguroi që thoshte se njeriu më i dashur për të është bashortja. Bashortja është shoku i jetës. Bashortja është ajo që me të cilin njeriu ndan ato momentet dhe çastet edhe më delikate, edhe më intime me njëri tjetrin. Është ai me të cilin njeriu ndan çdo gjë. Pra ai është partneri, është shoku, është miku i jetës. Nuk ka një gjë për turp që muslimani të shprehë se do bashortën e tij. Profeti alayhis salam nuk pati nguroi kur e pyeti Amri se kush ishte njeriu më i dashur, thoshte se ajo është Aisha. Por Amri kishte hall tjetër, ai donte kush ishte njeriu më i dashur për të nga burrat. Dhe ai i tha: "O i dërguari i Allahut, nuk po kërkoj të. Kush është më i dashur nga burrat?" Profeti alayhis salam i tha: "Babai i saj." Pra babai i Aishës, Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, burri i parë që përqafoi Islamin, njeriu që e mbështeti me çdo gjë profetin alayhis salam. Kur pa Amr ibn Asi se nuk ishte as nga burrat njeriu i parë, e pyeti sërish: "Po pastaj kush
kush është pas ti, o i dërguari i Allahut. Me shpresën se ndoshta pra gjithë ajo sjellje, gjithë ajo virtyt i lartë me cilin sillej profeti alayhis salam rrithësi pasojë dashurisë së madhe, pra se mund të ishte njeriu më i dashur. Profeti alayhis salam tha mbas Ebu Bekrit, është Omeri, njeriu më i dashur. Thot Amri, thot nuk e pyeta, nuk vazhdova më ta pyese pejgamberin alayhis salam nga frika se ndoshta mund të shtohej numri i atyre personave që profeti mund t'i donte më tepër se unë. Kjo tregon se pejgamberi alayhis salam sillej bujarshëm, sillej me virtyte, ishte i moralshëm, ishte zemërgjer, ishte i buzëqeshur me njerëzit pejgamberi alayhis salam. Vërtet ne nuk arrim dot përsosmërinë e profetit në sjellje, por megjithatë, ne jemi urdhëruar që ta marrim atë si shembull. Në marrëdhëniet tona me njerëzit, sidomos në marrëdhëniet me njerëzit e afërm, ata që na rrethojnë, që i kemi për ditëshmërinë tonë, vëllezërit, miqt, shok, bashkëshortet, ne duhet t'i japim një lloj sigurie, sillemi me ta moralshëm, me dinjitet. Aq sa të mendojnë se janë njerëzit më të afërt, më të dashur tek ne. Ashtu siç profeti alayhis salam sillej me njerëzit, aq sa e bëri Amrin që të mendonte se ishte njeriu më i dashur, njeriu më i përzemërt ke pejgamberi alayhis salam. Ne duhet përpiqem të japim siguri muslimanëve, se ata jo që do të dëmtohen prej nesh, por se kanë një vend, kanë një pozitë, se janë njerëz të çmuar për ne. Kështu duhet të jetë marrëdhënia e muslimanit për muslimanët. Të jenë si një trup i vetëm, ose si janë ndërtesa, elementet e së cilës shtrëngojnë njëra tjetrën për ta mbajtur atë në këmbë. Allah është për blerë të mira.